mbrojtjes. Vazhdojmë. Tani këtu jemi tek qarku i Gjirokastës. Është shumë e rëndësishme që ta bëjmë të pasqyrë sepse ju që jeni në Gjirokastër dini ç'a ndodh në Gjirokastër, por nuk dini ç'a ndodh në një zonë rurale të Gjirokastës. Ashtu si kundër ata që janë te Belen nuk dinë ç'a ndodh në përmet e tjerë tjerë. Dhe fatkeqësia është që me përjashtime shumë të rralla nuk gjen dot asgjë nga këto në pasqyrat e kënetës mediatike. Zero, nuk gjen. Nuk e merr vesh fare as si shkon ekonomia, as si shkon financat, as si shkon bujqësia, nuk merr vesh asgjë. Por arsyeën e thjesht se nuk janë të interesuar për këtë. Flas për fakte, pastaj komente mund të bëjnë çfarë duan, opinione mund të japin sa duan, por fakte nuk merr vesh. Tani në Gjirokastër kemi infrastrukturën rrugore. Të gjitha ato që shikoni me jeshile janë infrastrukturë e ndërtuar në këto mandate dhe në qarkun e Gjirokastërës. Dhe ato që shikoni me të verdhë janë përsëri infrastrukturë rrugore në zonat e thella me rrugë të bardha që janë të aksesueshme edhe që komuniteti i ka mirëpritur jashtëzakonisht shumë. Në rrugë të asfaltuara dhe rrugë të bardha në qarkun e Gjirokastërës kemi krijuar akses duke investuar në 331 kilometra. Janë 108 milion euro të investuara për 95 projekte. Vazhdojmë. Këtu jemi tek ai që ne e quajmë rigjenerimi urban. Janë 10.3 milion euro për 52 projekte që kanë sjell transformime të rëndësishme si i keni parë vetë në Gjirokastër, në Përmet, në Tepelen, në Libohov, në Këlqyr, edhe në Dropull patjetër, edhe në Memalje. Këtu jemi tek turizmi mjedisi zonat e mbrojtura. Për të bërë bashk 17 milion euro për turizëm mjedis dhe zonat mbrojtura. Përpara se ne të merrim detyrën, ju siguroj që duhet shkuar përpara se sa të binte diktatura. Nuk ka bërë vaki të investohen shumë e tillë për turizëm, për mjedis dhe për zonat mbrojtura. Vazhdojmë. Këtu jemi tek një tjetër pikë për cilën flitet shumë. Ujësjellsat, ujë i pishëm. Edhe flitet aq shumë dhe aq keq sa që thua, po mirë më se vërtet, nëse ti propagandon gjithkohës një gënjeshtër, siç bëjnë ata të berberhaneve, e beson dhe vetë, e komenton dhe vetë dhe e kthen pastaj në faj për tjetrin, natyrisht që ti pastaj kur ti mendon se këtu gjithë populli po vdes për ujë, atëherë të duket populli smur që voton në shumicë një qeveri që e ka lënë të vdesë për ujë. Por e vërteta është ndryshe. E vërteta është që në të gjitha qarqet është investuar në ujësjellës kanalizime më shumë se në të gjitha qeveritë të marrë së bashku dhe keni parasysh gjë. Ujësjellës kanalizimet ekzistuese të trashëguara nga koha e mëparshme. Janë investime që janë bërë në vitet 60, në vitet 70, nuk janë investuar më. Nuk janë investuar më dhe uji 24 orë edhe në atë kohë ka pasur vetëm në pak pika. Kështu që volumi investimeve që kemi bërë ne për ujin e pishëm është i pakrahasueshëm me gjithë çka kanë bërë tjerët bashkë. 35 milion euro vetëm në qarkun e Gjirokastërës, vazhdojmë. Këtu jemi tek energjia, ju e dini shumë mirë çfarë problematike ka pas. Dhe kemi investuar gati 19 milion euro për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë dhe për të rritur cilësinë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek bujqësia, janë
27 milion euro mbështetje për bujqësinë, ku hyn agroturizmat, agropërpunimi e kështu me radhë. Këtu jemi tek arsimi dhe sporti në qarkun e Gjirokastrës, që kanë marrë 12 milion euro për 35 projekte. Këtu jemi tek shëndetësia dhe kujdesi social, ku hyn qendrat shëndetësore, janë 8 milion euro dhe ju e dini mirë se si kanë ndryshuar qendrat shëndetësore. Këtu hyn kultura. Shikoni sa ka marrë vetëm për kulturën në qarkun e Gjirokastrës. 25 milion euro. Që të gjesh 25 milion euro t'i bësh bashkë për kulturën në qarkun e Gjirokastrës, duhet hikësh shumë larg edhe duhet mbledhësh gjithë festivalet folklorike që bëheshin përpara. Dhe prap unë them që nuk arrijen 25 milion euro. Kjo është e përgjithshmja dhe në një dekadë, me të gjitha vështirësitë që kemi pasur, për qarkun e Gjirokastrës kemi realizuar 475 projekte dhe kemi investuar 331 milion euro. Dua ta mbyll duke ju thënë që tani më është shumë e qartë se si dhe pse deri në fund kësaj dekade niveli i ekonomisë vendore në këtë qark do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Është shumë e qartë sepse nga një anë turizmi, nga ana tjetër zhvillimi i agroturizmit, nga ana tjetër agropërpunimi për cilin ne do vendosim mbështetje të veçanta. Paketa e maleve, e cila është për gjitha malet, nuk është vetëm për veriun, do t'i japi një dorë shumë të mirë, sidomos zonave më të thella, dhe aeroporti i Gjirokastrës, që sot është një aeroport funksional për aktivitetet sportive, për fluturimet sportive, ka rezultuar që t'jetë pika më ideale për të bërë atë aeroportin turistik të jugut. Ne u nisëm me projektin e Sarandës, madje bëm edhe garë, nuk rezultoi suksesshme. Kemi marrë konsulencë ndërkombëtare, kanë parë të gjitha ato parametrat e korridoreve të ajrit e tjerë, dhe duke pasur tani këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejt midis Gjirokastrës dhe Bregdetit, rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra dhe koncepti i përgjithshëm është gati dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport i madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë, dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës. Ju falenderoj shumë për durimin. Ishte kënaqësi e veçantë sepse përveç tjera ju jeni edhe mjeshtrat e lapsit edhe dini mirë se çfarë janë llogaritë e financave. Faleminderit shumë.